Përshëndetje i nderuar, fillimisht falenderoj shumë që gjete kohë me fol për neve. A mundesh me më tregu pak për jetën tënde dhe me na u prezantu? Pikës parë ju përshëndes juve dhe ju falenderoj për mirë kuptimin që u drejtu të une, po do të flasëm me knasi. Me më tregu pak për jetën tënde? Po jeta jame si fëmi, pianisi pithmin e lakit, o kon koha pak ma ndryshe, ma qeter, kemi vujt pak ma shumë, edhe për regjimit, po edhe ka pas skome. Mirë, po prape falemderoj Zotin, sa për familjen teme, muj me thonën që kemi jetu mirë. Kemi jetu mirë se baba ka pas pasuni, nuk kemi konën që më varë për dikojna. Kemi konë kalablak fëmi, kemi punu e dohon e qëtojnë punu atëherë krejtat, edhe kemi jetu. Me nëzirë ka fshatën e gojës, që thojnë me një fjallë. Jo, dhe kemi vasin e mirë se mojshme dhane, mojshme gjontë moja, dohon punojshme edhe pasunia o konë që aty. A ka pas rast që e ki bona i punë që nuk të ka pëlqy ty? Jo, kom shku me knasi me dhanë. Me knasi e ki Me knasi. Po kur ka orë puna me punu me gjonë kështu aty në bujësi në tokë, ku valti ku pas marak, kësja kom lënë kur. Dhe me thonë e ki bo me qevë që atë. Ato jam marrë shramezar. Mirë po, prëndë më kam përkra. Lënë dhe ka qef dhe shkoj. Oshtë i fort, se me plug ati. E plugin se ke mëj, baba se ke mund të me lëshu në tokë. Edhe qasë, me të punojnë dhe ke. E tash që the kem pas dhenë, kem pas tokë, a unë është me më të regu tash sa po e vlerësojnë toka që po i kanë, tash po mbarojnë banesa, çdo tokë që e kanë nuk po e shfrytëzojnë për me mbill diçka në to, po zakonisht mbarojnë ndërtesa dhe gjana tjera. E vërtet është. Se si ta rrëksh rrugën pi Gilanit, për Ferizaj. Toka më e mira, o zonën me tulli për ndërtese, me tulli për hangari, me tulli për ato s'është mira. Mendon që po e kanë pasurin në dorë dhe nuk po e din me shfrytëzu. Po, e vërtet është. E vërtet është se toka nuk hup kur. Toka gjithmonë të shqenë. A që aty në hangareve, që aty në shka kanë maru e tulli për depo e tulli për... S'po di as me t'i thonën kështu, për aty në banvaki dhe hup. Hajde në qytet, veç shërbimi e shqitorja e kafja e... Qyteti u konë gjithmonë edhe është. Adi nëse u konë pak ma i vogël, u zgjenue, ama ka pas dyqane dajma, ka pasën në ato krejtat, edhe duhet njeri me jetu. Po. A toka? Toka e ka pasurin e vetë normalisht. Toka e ka pasurin. A mundesh me më tregu pak për kohën e mahershme, martesat si kanë qenë ma heret, nëse i krahason me sot? Po qëre, njerës në pëlqen. Njerës në pëlqen njerë të vjetrim. Po, se tashti përshkojna për hotele, për mu muzika nuk është. Për mu muzika nuk është. Se dërën më kryt, ma shkurti, tana dhe do të abijate, do farë, ma shkurti vesha e ato, për neve janë pak ma të rana. Për para o konë ma mirë, për mërë shambull qëti, ku ke vesht, që shdohet. Edhe me të pas pa dikush, se konën një farë asene. Atëherë kanë shku gratë të veshuna mirë. Për një me s'kanë nejtë burra gra bashkë,
ka najtë në veti. Në jo ndo, Po, burrat në një veti, unë, po. gratë një unë. Me një konak ka në burrat, gratë ka në që të rënë shpi, edhe u konën e papërzime, adit. Edhe, E sot që po buen burra gra një vend. vallaj, jo, pse, as po dihet kush ka po fol, as po dihet kur far mrekullie s'ka atë. Në atë ko fjala e burrit ka pas pesht Po madhe. që unë po të tregoj, kusherini i babës, u konën ma i vjetër, edhe ka pas fjallë. Kur folke aj, miza ka mujtë muni në atë konak. Se kum bo izmet, atëherë kum kofja, qaji, alkohol s'ka pas. Qato cigare, mi shkip, mi avë shkun qato tablat, si me thonën, shpozoret, edhe uj, mi u qitë, ma bet. Po. Ka pas lezetat në atë ko. Kam ndodhen që unë në kom ata që mi kom po unësh. Pëtimit. Po prap nuk kemi ikë. E kemi kry atë shërbimin që ne kanë caktu. Kime boj zbet, mua tjeta. Smuj, hes. Pa, kur janë zjedhem, se na i sojmë nota kulaqit. Dikat nuk e di ka që thojnë. Atëherë konën nota kulaqit mërkuren. Çfarë do me thonje ka kjo nota kulaqit? Po, bot i qojnë teshat, të nusja, edhe kthejnë e bojnë një farë mbledhimi, i caktojnë hizmetçartë, i caktojnë kuzhinjertë, krejt, aty caktojnë qatë natë. Edhe smuj, jo mi smuta, kom naj puna, kom me shku dikun, lirohet e njeri, caktohet qetri. U caktu qetri, edhe s'ka, në tretin s'ka shku. Në atë ko janë martu me mësitni. Me mësitni, me mësitni. E sot po e gjejmë vetë fatin e jetës edhe përfundojnë me ndarje. Valla, pove, edhe une po të thëmë këta, bartohen vetë, pigjojnë vetë, edhe o ma mirë që e gjonë vetë. Po me pas pak një interesim me kalcu në familje. E kom gjetë një nuse, mu që mu më ka ndorë, vetë. Unë e kom pas gjetë. Ata kanë gjeta E kom pas gjetë. Mirë po unë dajt e babes tam si kom njoftë kur. Edhe kom qëllu me tezën e babes. Edhe në atë ko ka ndodhë kësi raste. Amo, ka ndodhë, po ka ndodhë pak ma ndryshe, jo, kështu. Edhe jemi njoftu me to, 2 ditë kemi bisedu. Jam konë shkollë mesme, 2 ditë kemi bisedu, edhe i kom kalzu nonës. Se vllaznive më ka orë marrë. A me nonën jem kom me i lirë. I kom kalzu nonës, nesit vllavi i dyti u konë me radhë. Tha ku për shkonë të Milan, se me kërë. Se në qysh atëherë kom pas kërë. Tha shë Milan, tha dhe unë po vi, ani hajtë. Tha pritëm, e prita, se që të në Velekin si ishin konë ata, po më haqërë të Serbisë. Se i ka përmledhë Serbia të kënana, që ka në orë, baba i ka pas doj, unë që kom njoftë. E tana si... Probleme kon i babës, aty që si me njoftë na me ta, E tana qysh ratë në Dakart. a vllavi i kish pas njoftë. Aja ish dollë me mbrit në rrugë. Thashe vlo, që kjo thash është që e qikë, se pedi që të ka kalëzu në una. Tha po që ato edhe une jam të orë. Tha mirë tha që ke kalëzu. A ki babë në shpit po? E në thuj në doli. Hajde dojo shka po thirë. O ju nole për këshyri vlavin, që është doj, fardoje. Hajde tha, hajde me mungë rana. Edhe hynë mrana, dojo tha a i ki njofta. A i ki po këta, tha po që kom ditë që kush është.
Po mirë me dojtë, se ke vetë që këtë qikën tonë. Edhe mira, shkurt, u murëm, vesh, aje qika, po thotë, unë e thotë nuk ndona. Nuk ndona, pse së më këj kalëzu. Ja, thash, për mu. Nuk i. Që epizodet kësë s'kem kur qo. Kemi bisedu, 2 ditë, ti kum të regu ato metodat e mija, ato të metat e mija, ose të mirat e mija, edhe ti më ke kalëzu, sot të kom orë të dera, dullum se pepe dhe të ma tjeta. E tash, qaj kështë thonë asaj? Aja e keqe, se në gjak, kurse bash, vlavi i gjyshës, ma të ngotë ku. A e ke pas të vështirë me undo për i sajna? Pak, pionës të asaj se pionës të me ju. Pionës të me ju se kom pas marak dajma me ditë njerës të me. Që dojt e gjyshës të me tonës të nonës, i kom ditë se ku i kom. Dojt e nonës që në kom për lipnis, dojt e gjyshës më bësëvat. Ma për të se në tre shokë po shkojnë ata, po sot i një, sot i ditë. E tana, si e gjetë e fatin e jetës? A me mësitni, se kjo tash? Me mësitni. Skifteraj për para vosirë gjëllekor. Aty e kom po gruën të ame. Më ka pëlqy, i kom thonë motrës, vetëm mësa e zonë dikun. Jo, tha nuk është. E shtina pak motrën me bisedu, ma ta, kish pranu. Po, unë edhe aje jo. Edhe jo marë të shpia, tu menu, kom nja qumësit. As kum kalzu, heq. E gjitha mësitin për zhegres, edhe vete kum qu mësitin. Lekar. Vetë e kum qu. Mirë po e dish nësë, ju kon jeri meqëm, jeri psikolog. Po unë nuk hina njerë mrena. është tjerë të dyrët edhe jem largu pak, kom nejt me në hije. Kur peson një migji i gruës po vjen, e dita më njerë që vjen mas me morë me në qunë konak. Edhe shkum. Unë e ato e kishna njoftën se e ka pas një qikë në katon, kur arke ajo më pa shku më nejt me to se kom lonë, se me morë në i fjallë pitina, me nëzirë diçka pitina, se njeri meqëm. Edhe vetja i mirë, a pranon, thët ja e ke po qikën, thash, pislarti. Me bisedu, s'kom bisedu me to, kur farasja në pislarti e kom po, më ka pëlqy, e kom bru se mi gjasa qepja, thësh me atina flakit. E kom bru, thash mi gjasa qep, tash që është punaj. E tash që e ki këto me mësitni, a e kishë ndru me na i një atje? Ja, kor. Që unë në 3 qika kom metë. Dhe pas konë dikush më i duhas shumë, nështë edhe këshirë më martu. Unë e jo. Sa i knaqën një me vajzat tuja? Me vajzat ta, ti kishna pas 7 gjem njonën se kishna ndrohë. Sa të shumë që i lidhëm me to? Ska, mami. A e kina i qikë që e ki ma shumë për qefi? Ju, qëre, me në këshyr e dyta, ma fartë. Pse ato janë në Francë. Ato janë në Francë, edhe pak ma larë, gati. A kjo, po, unë e ma shumë e më falemderej burrin, e soj, se ato. Çdo të prante, a i thotë, qu, shko, se plesht kanë nevoj. Edhe, më i knash me to. Qa i kishë thonë fëmive tu nëse e shojnë qitë intervist? Po, i kishna falemderu.
Kur që tjetër. Për gjithë shka i kështë na falemderu, inshallah Zoti ja vjet morën, inshallah i ngojë fëmija vetë. Se sot do bo shtirë. Shumë shtirë. E cili është mendimi jëtë për rinin sot? Çfarë mendimi ki për ta? Rinia nuk kanë faj. Pasha Allahin, une, ti, aj. Fëmijën duhet me eduku në vazhdim. Në vazhdim. Edhe më fort e fajsoj nonën se babën. Se nona dajma ma e lidhun me fëmijën. Nona ja me kursum ka fikon në ryshe, thuke, hajtë se vjen baba jytë. Ta në une paqare më tut për babës. Pas baba ku ka ishtirë, edhe po kum shku për prani. Dhe me thonë, fjala e babës ka pas pesh shumë të madhen atë ko. Beli, po edhe nonës edhe babës. Nona që ka ditë me sjellë fëmijën, ajo ka ndiku fort. E sot, qa po? Se asum kalon me vjedh, nona, asum kalon me botë këqia. Gjithë mund të më thonë, biro, mos e haram është, e vjedhmja, mos e zbon me bodi qka keq, mos e zbon me rajt, mos e zbon kështu, mos e zbon kështu. Edhe, unë i këmbona 75 vjetë, kur sho konsekon. Se që tu, shohet, thesht. Dhe me thonë, sot rinia ka ndryshu me të madhen krasim me kohën e juve. Rinia, pasha Allah, pi plezve, pi morën, pi të vjetërëv. Unë kohën të me s'kom guzu më në gojën me qërë kur për i plakin në shpe, ose baba, ose migja, ose ma qëtër. A fort kemi pasë respekt. Unë e kom pi dohonin për vëzhlimit. Ma kam mësue gjyshja. Kur më ka gjithë baba jem, pa i ka pas respekt ndaj sajna të fort, se se ka pas gjysh, non, po ka pas edhe njerëk, po na gjysh i kemi thonë. Edhe, unë me to kom kryq, të pidohon. Ta kini baba, 5 vjetë. 5 vjetë. Ja marresh në cigaret asajna. Se asaj ju direkt si ndurta, dhe? Edhe i bëjshë shoqnita. Edhe shoqni me to. E qatë boni baba kur të pau me... Ja, veç më ka këshyrë sa ja, që to sa me mangus, nuk du. Ani po tha i bje për shpon vetë. Se i ri. Valla tha, po, unë tha me që to. Ani. Ani vlo më sjellë ke me më rej. Po ja, zë kepi babës. Të me thonë, fjalla babës ka qenë urdhër në artë kohë. I kishë pasonën, unë e kum pa. Po që ajo ka ro, edhe s'ka. Qëfar këshilla i kisha jep rini sot? Rinisa, po këshillat mira duhet me pas se po devijojnë rinia. Te martesa po devijojnë. Në për shkolla po pinë droga. Po bojnë do gjona shumë të këqia. Që to me mujtë mi largu, me pas respekt. Ndaj, jo një shoqit, po edhe ndaj më shumit. Pse për të më shumit merë diçka. Sa i ka kalu ato. Unë se di shka vjen nesra. A e di shka kom përjetu. Na të falendrojmë shumë që ndove ku me neve, pa që shnetën e gjithat mira. Ashtu edhe juve ju dëshiroj sukses.